Zoti Krasniqi, pse pikërisht në këtë çast dhe çfarë fshihet nëse ka një fshirje të tillë në thonjza pas këtij akti dorëheqje? Shëfe, gjithmonë në politikë bëhen plane afatgjate për të arritur objektiva të caktuara. Mirë po, ku është ashtë shkurt sa pastaj këto objektiva afatgjate na tregojnë se deri këtu do s'mund bëjmë më tepër për politikën, atë është në kulturë demokratike, kulturë institucionale, për të hapur krahun që thënë jo dhe për të dhënë shansën energjive të reja, leadershipeve të reja tjera. Për mua ka qenë një vendim që në respektoj, ka qenë një vlerësim si akt politik edhe personal, për edhe i përgjithësisë që ajo ka ndjerë, nuk është moment dobësie, nuk është shumë asnjëherë si tillë, por ka qenë një akt përgjithësie që promovon dhe ka ruajtur unitetin brenda partisë. Kjo po tregon edhe për efektin që ka në mobilizimin e gjithë, që përmes konventës të kemi prapë lider të ri dhe të ecim përpara. Unë mendoj se kjo na ka dhënë tash një mundësi për të rikonsoliduar dhe për të forcuar ndërtimin tonë si parti që jemi shtet formuese, por dhe jemi ndërtuar mbi vlera të qëndrueshme siç ka qenë Liria, ku kemi qenë edhe si të drejtues edhe realizues të atij misioni, pastaj përgjegjësive që kemi marrë dhe politike edhe diplomatike në procesin e dialogimit dhe negociatave dhe të shtetë ndërtimit, nuk është pa pavarësi në ndërtu institucionet. Pra këtu, po du me thonë një tjallë, këto vlera që përfaqëson Partia Demokratike dhe leadershipi i saj, nuk janë vlera që lidhen me emrat përveçën, që janë mund të jenë kryet partisë ose jo, por janë themelet përbashkëta gjithë strukturës sonë politike. Partia Demokratike nuk i ka turbulencën e parë, ju dini se është sfiduar gjatë rrugtimit të saj në arrestimin e dy liderëve kryesor, faktikisht edhe politik edhe ushtarak, që e kanë sjellë edhe shtetin edhe vetë Partinë Demokratike së Shqipërisë, për rrugtimi i Partisë Demokratike është edhe rrugtimi i historisë së themelimit të shtetit Kosovës, edhe lirisë edhe gjithë segmenteve. Prandaj ka ato mekanizmat e brendshëm, funksional, të ndryshëm, ka kulturën demokratike që kemi dëshmuar në proces, që garanton edhe vazhdimsinë e saj politike, pra nuk mund të ketë në demolim ose rënje. Mendoj se kjo... Po, mirë, vërtet. Ndjes nëse ju ndërpreva për logjikën e mendimit, po thjesht desha të pyesja në vijimsi logjike pikërisht pas dorëheqjes, kush janë emrat kryesorë që mund të shihen si potencial, për shembull, ndoshta më të denjë. Unë mendoj se shefe, jemi në një situatë kur nuk ka shumë pesha e emrave. Po. Më rëndësishme se sa vetë emri i kryetarit është drejtimi që do të marrë Partia Demokratike, pra që duhet bazohet në ato 3 shtytat kryesore mbi të cilat e kemi ndërtuar kursin politik apo kursin e veprimit politik, e që janë besueshmëria, që do ta kthejmë edhe brenda vendit tek qytetari, edhe tek aleatët tonë që në mbështetjen e procesin e shtetë ndërtimit, dhe pastaj përgatitjet që duhet bëjmë, alternativat që duhet të ofrojmë, e që duhet të jetë joshte dhe duhet të jetë sfiduese për kursin qeveritar që po ndjek qeveria aktuale, dhe janë përgjegjësi që duhet marrim në raport me qytetarën, por dhe me aleatët që kanë objektivat e tyre gjeostrategjike në procesin e stabilizimit edhe të rajonit, por dhe të Kosovës si njësi përbërëse e këtij rajoni. Unë mendoj se tani na duhet ta kthejmë këtë besim tek qytetarët e Kosovës, edhe besimin se PDK-ja është alternativa më serioze për qeverisë. Zatër këtë kemi dëshmuar gjatë gjithë procesit politik pas luftës, jo vetëm për historinë që përmenda, që ka që i vjen mbrapa, por ka edhe njerëz shumë përgatitur, ka një vizion modern për shtetin, edhe ka kriju një përvojë për udhëheqjet e shtetit gjatë gjithë këtyre viteve. Pra unë do të tani shpresoj që Partia Demokratike ta forcojë debatin e brendshëm, që është shenjë e demokracisë brendshme, të afrojë gjeneratën e re, profesionistëve dhe të rifreskojmë energjitë politike me ide dhe standarde të reja të udhëheqjes, sepse bota ka avancuar, teknologjia tani ka avancuar natyrën e gjitha